Kur përmendet Vlora, mendja të shkon me njërë te deti, plazhet dhe bregdeti sa i njohur. Por ky qark fsheh edhe një tjetër pasuri të jashtëzakonshme natyrore, turizmin lumor. Në rrethin e Vlorës mund të shijosh jo vetëm ujin e kaltër të detit, por edhe freskinë e lumenjve malor, që gjatë verës po tërheqin çdo ditë më shumë vizitorët vendase të huaj. Një vëzhgim i realizuar nga televizioni 6+1 Vlora përgjatë rrugës së lumit të Vlorës në territorin e bashkive Himar dhe Selenic tregon se turizmi malor po merr gjithnjë më shumë zhvillim. Në disa prej pikave më të frekuentuara janë vendosur çadra e shezlong buzlumit, duke u ofruar vizitorëve mundësinë të kalojnë një ditë të plotë mes natyrës, larg temperaturave të larta të bregdetit. Ujërat e kristalta, ajri i pastër dhe gjelbërimi që shoqëron luginat krijojnë një atmosferë relaksuese për familjet, të rinjt dhe turistët aventurier. Për shumë vizitor, kjo është një mënyrë ndryshe për të kaluar pushimet verore, duke kombinuar notin në ujërat e ftohta të lumenjve me ecjet në natyrë. Pamjet përgjatë lumit të bardhë dhe lumit vjos janë ndër më spektakolaret. Ujërat e tyre të pastra, brigjet e gjelbërta dhe formacionet shkëmbore krijojnë një panoramë që po shndrohet në një atraksion të rëndësishëm turistik. Këto zona ofrojnë potencial të madh për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, duke sjellë më shumë vizitorë dhe mundësi ekonomike për komunitetet në këto territore. Përveç plazhit në lumë dhe relaksit e natyrë, vizitorët mund të eksplorojnë edhe atraksionet të tjera natyrore të zonës. Një prej tyre është ujvara e Rasalit në bashkinë e Selenicës, një destinacion që maknit me bukurinë e tij dhe që vizitohet gjithnjë më shumë gjatë sezonit veror. Freskia ujvarës, gjelbërimi përreth dhe qetësia që ofron e bëjnë këtë vend një ndalesë të domosdoshme për të gjithë ata që zgjedhin të vizitojnë luginën e Vlorës. Vitet e fundit, interesi për turizmin lumor është rritur ndjeshëm. Vizitorët nuk vinë vetëm për t'u larë në ujërat e freskëta, por edhe për të shijuar gatimet tradicionale, mikpritjen karakteristike të zonës dhe natyrën që të ofron kjo pjesë e qarkut. Turizmi lumor po kthehet kështu në një alternativë të rëndësishme krahas turizmit bregdetar, duke dëshmuar se Vlora është një destinacion që ofron eksperjenca të shumta në çdo stin të vitit. Nga deti në mal, nga plazhet me rër te brigjet e lumenjve, vizitorët kanë mundësinë të zbulojnë një tjetër anë të kësaj zone, ende të panjohur për shumë prej tyre. Ka vende që nuk përshkruhen me fjalë, vetëm përjetohen. Lugina e lumit të Vlorës, Vjosa, lumi i bardhë dhe ujvara e Rasalit janë ndër ato destinacione që ofrojnë çdo vizitor të zbulojë bukurinë autentike të natyrës shqiptare dhe të jetojë një eksperiencë të paharrueshme.